Një kohë të përshëndnuar, ku çdo kush mund të çohet edhe të bëj studimet e tija, çdo grup mund të degradoj historinë, mund të propozoj histori të reja, mund të emëroj dhe të shemëroj çati do i qefi. Në një moment rrjetesh edhe një moment degradimi historik dhe politik, sigurisht që dalin edhe studime nga njerëz të mos leximit, njerëz që akoma nuk flasin shqipen mirë, njerëz të cilët degradojnë jo vetëm historinë, por edhe konceptin filozofik përmbi të, njerëz të cilët nuk kanë asnjë lloj bagazhi arsimor në radhë parë, pastaj edhe studimor, që nuk kanë prodhuar asgjë, nuk kanë një libër të prodhuar, një artikull të prodhuar. Marrin përsipër pastaj që të krijojnë figura të cilat sigurisht turprojnë jo vetëm historinë, por edhe transformojnë atë, e bëjnë atë që të ketë përfitime për ata që e propozojnë, përfitime politike dhe kryesisht pastaj krahinore dhe religionare, por kurrën e kurrësh për të vërtetuar historinë. E një nga këto studimet e mëdha në konceptet e madhështisë së figurës së Lek Dugaxhinit e futen edhe si emër i cili sigurisht kishte frymëzuar vendosjen e emrit të lekut shqiptar. Sigurisht që ka përpjekje që Shkodra të Lek Dugaxhinizohet. Jo me konceptin që duhet ta transformojnë, thjesht të kthejnë në religionin e dikurshëm, që ta të ulin një fjala religionin tjetër edhe qytetrimin tjetër ta quajnë të turkut, pushtusit, orientalizëm, që s'ka pasur qytetrim, por qytetrimi vetëm është dhënë nga Dugaxhinësit dhe Lek Dugaxhini, që për hir të historisë, në jetën e tij nuk ka shkelur përveç se 2 herë në Shkodër, një herë që e kanë marrë me zor për të paguar haraqet, dhe një herë tjetër për t'i thënë shiko mos u ço më kundër nesh se bashkohesh me turkun për t'i dhënë Shkodrës venedikase. Më vonë kur kështjella e venedikase e Shkodrës në 1479, në momentin e firmosjes në ditën e Shën Markut me turqit për dorëzimin e Kalas, Lek Dugaxhini nuk kishte si të vinte në atë kështjellë, sepse ata e kishin pushtuesit turq, Osman, që pas kësaj periudhe e këtej, sigurisht ideja për ta thyer atë Shkodër, për ta shkatëruar historikisht edhe me njerëzit e saj, sigurisht bën që pastaj që Lek Dugaxhini të jetë ai njeriu që ka përfaqësuar Shkodrës. Në vërtet Shkodra nuk ka qenë kurrë domen i Dugaxhinit, nuk ka qenë kurrë pjesë e, po themi, sulmtarëve Dugaxhinës. Asnjëherë në jetën e saj, kurrën e kurrës. Sigurisht kanë pas vende të tjera ku kanë pas, po jo Shkodra. Shkodra nuk i ka takuar as Gjergj Kastriotit, e jo ma Dugaxhinësve që jo dhe jo. Çfarë bën momentin e fundit? Momentin e fundit thonë, nxjerrin, marrin edhe aty dhe njerëz të shmendur të thënave idiote, i vejnë në katedër, në bibliotekën e Shkodrës, që të deklarojnë që emri i lekut shqiptar vjen nga Lek Dugaxhini. Hapin Wikipedia dhe biseda që thonë ky ka thënë kështu, ky ka thënë ashtu, bie fjala, hapin për 1922 ku një person që më vonë ka qenë dhe kryeministër pas ka thënë për Lek Dugaxhinin e keni fjalën, si më thonë, për kujt do t'ja merrni këtë emër. Në të vërtetë, leku shqiptar ka marrë emrin në vitin 1926. Në 1925 u formua banka për herë të parë. Banka që kishte një varësi të jashtëzakonshme nga Italia. Zogu ishte kryeministër në atë kohë, president u bë në 27-ën, dhe në 26-ën, duke vazhduar kryeministër, u bë funksionariteti i bankës së Shqipërisë, e lidhur përpërsërisht shumë me Italinë, dhe u shpall pastaj edhe deviza jonë, u ndërtua leku jonë i parë. Deri atëherë kishte franga, deri atëherë kishte parën e devizën italiane, që qarkullonte në Shqipëri,
të cilat nuk ishin një bankë qendrore. Asnjëherë nuk ishte e suksesshme ngritja e një banke të tillë. Bankën e ka ngritur vitin 1925, mbas kthimit të Zogut në pushtet, mbas të famshmit të revolucionit 1924, Demokratiko Borgjeze ka quajtur PPSH-ja, me Fanolin, Liv Jurakuqin e tjerë, shpallja e armiqtë që kishte për të shpallë edhe Zogu, tradhtarët e vendit, pastaj u bashkua prapë me to. Problemi qëndron që në 25-ën, 26-ën u bë Banka e Shqipërisë. Dhe ajo prodhoi mendimin e italianëve duke u dizenjuar nga italianët lekun. Por sigurisht ky vendim ishte për lekën e madhe dhe Aleksandrin e Madh. Dhe kurse si me lek Dukagjinin, a me Zogu nuk mund pranote kur që ai ishte dishendent i Dukagjinësave. Është njësoj si të thua sot për shembull që kjo pjesa e Dukagjinësave janë dishendentët këtu ose pjesa e Shkodrës urbane, pavarësisht se mund të ketë origjinën, sigurisht ka Dukagjinës të lartë, të kulturës, artit, të këngës, të vallës, së poezive. Mjafton të them Martin Sama dhe i mylli, ka shumë Dukagjinës tjerë, absolutisht. Por jo ato Dukagjinës që dalin edhe thonë që deviza jonë leku, shqiptar vjen nga lek Dukagjini. Vetë lek Dukagjini ka emrin nga Aleksandri i Madh. Dhe e gjithë lavdia ishte që të nxirrje Aleksandrin e Madh. Në bazë të Aleksandrit të Madh, turqit ose Sultan Muradi ja ka vendosur emrin në kohën që është bërë vetëm 19 vjeç, 20 vjeç Sanxhak Bey, Gjergj Kastrioti, emrin Iskander. Iskander do të thonë Skënder. Skënderi do të thonë Aleksandër. Aleksandër do të thonë lek. Pra edhe Skënderbeu e ka lek emrin. Edhe Dukagjini e ka e lek, po nga Aleksandri i Madh. Edhe nuk kishte stesi në kohën e Zogut, Banka e Shqipërisë. Edhe për më tepër italianët që e kanë dizenjuar, ta vendosin për hatët lek Dukagjinit dhe jo për hatët Aleksandrit të Madh. Sigurisht në atë kohë ishte edhe fashizmi në këngë, ata nuk do ta kishin, kishte sa të kishin marrë pushtetin, që në 1922. Dhe nuk mund t'ja vendosin emrin lek Dukagjinit, absolutisht as e njihnin. Problemi është që ata do të rivendikonin lekën e madhe. Leka i madhe shqiptarëve, bashkë mendimi i Zogut dhe Gjergj Kastrioti, që e kishte po ashtu emrin lek nga turqit Iskander, Skënderbej do të thonë emri lek, Aleksandër, kështu i thonë osmanët. Dhe vetë Zogu e konsiderohet vetë dishendent, jo të lekës Dukagjinëve, po të Skënderbeut. Tash këta duan ta tregojnë që për të pushtuar territore, sepse sigurisht duke thënë edhe lekun, duhet thonë masënej që duhet ndërtohen në një 20.000 shtatore, që sigurisht unë jam dakord që të ndërtohen, s'pakut nga një, por jo që të sundojnë dhe të përjashtojnë të gjithë të tjerët, e sidomos të përjashtojnë Aleksandrin e Madh, Gënjeshtrën e Madhe dhe Gjergj Kastriotin. Këtë punë nuk do ta bëjnë kurrë as ai i ftuari Sazan Guri, nuk mund ta përjashtojë Aleksandrin e Madh ai, sidomos në Shkodër, është qytet i ngritur mbi Aleksandrin e Madh. Edhe Gjergj Kastriotin. Jo Sazan Guri, dhe gjithë ato mitoman që janë mbledhur atje, po të vi kush doj. Ahmet Zogu nuk ka lejuar që të vetë emër lek, edhe leku jon, në sajt lek Dukagjinit, për në sajt lekës madh, Aleksandrit. Dhe pastaj doli, sigurisht me figurë, jo vetëm Herkuli, jo vetëm Zogu, po sidomos leku i parë, një lek, që është Aleksandri i Madh. Leka i Madh. Dhe janë, po t'i referohesh, janë ke Banka e Shqipërisë. Janë shtypur Napoli, janë leku u printua pastaj në Rom, por monedha u bën Napoli në fillim, dhe devizat janë përcaktuara se kush janë. U vendos Herkuli, u vendos Shqiponja, u vendosën leka i madh, i pari në një lek, qindarkat, prap ishte dhe leka i madh, prap ishte me kal, prap ishte me si më thënë helmetën e tij, me profilin e tij, u vendos Zogu, s'ka kërkon lek Dukagjin aty, të shtypur në devizën. Sepse sigurisht nuk mund të zëvendësonte lek Dukagjini Aleksandrin e Madh. Sado që këta i thonë ai ka bërë gjithë botën, e gjithë bota, edhe Amerika është shkikur nga lek Dukagjini, kështu është në mentalitetin e tyre, sepse sigurisht
duan thjesht të marrin Shkodrën me histori, thanë që historinë e Shkodrës e ka bërë Lek Dukagjini, kur Lek Dukagjini ka qenë vetëm 2 herë në Shkodër, dhe shpeshherë kundra saj duke bashkuar me turqit për të rënë Shkodrës, Shkodrës Venedikase, edhe jo Shkodrës më vonë, por Shkodrës Venedikase. Dhe sigurisht pastaj për të rivendikuar dhe për të pushtuar që është e mundshme për të pushtuar kulturalisht. Përpërsisë edhe njerë, as kërkush me Dukagjinësit e mëdhej. Njerëzit e mëdhej që i kanë nxjerrë Dukagjini. As aktor, as poet, as këngëtar, as shkrimtar fantastik me origjinë nga Dukagjini. Por me njerëz që s'kan asnjë lloj kapaciteti, s'kan bërë asgjë në jetën e tyre, s'kan prodhuar një libër, dhe duan që edhe lekun e Shqipërisë të jetë vendosur në emër të famës madhe të Lek Dukagjinit, që në atë kohë sigurisht nuk mund të zëvendësonte as Aleksandrin e Madh, e nuk e zëvendëson as sot, as Gjergj Kastriotin, që po ashtu e ka emrin Iskander. Skënderbej, që do më thanë Aleksandr. Dakord, deviza shqiptare, emri Lek, nuk vjen nga Lek Dukagjini, po vjen nga Aleksandri i Madh, nga Leka i Madh, vjen nga Skënderbeu, Gjergj Kastrioti. Kurse si, nga Lek Dukagjini. Në asnjë mënyrë dhe as kërkush nuk është lodhur në vitin 1926 t'i vej emrin Lek për hatër të Lek Dukagjinit. As i ka shkuar as kërkujt në mend ta bëj këtë punë. Janë printuar, janë formuar, janë dizenjuar në Itali, dhe nuk është bërë vetëm Aleksandri i Madh, por është bërë edhe Sagoma e Zogut, sigurisht edhe Herkuli, por kryesisht Aleksandri i Madh. Dakord,